Këto janë marrëveshje shtetërore, këto nuk futen gjep. Se nuk futen Ka gjep. rrezikë e diu ne, po më duhet mi banalizu pyetjen nga një herë. Po ju kuptoj plotësisht. Këto nënshkruhen, protokollohen dhe bëhen pjesë e dokumenteve shtetërore dhe të qasshme jo vetëm për qeverinë, po edhe për qytetarët. Cili qytetar, ka disa prej këtyre janë edhe publike dhe kushdo mund të qasen to, disa tjera mund ta bësh një kërkesë dhe brenda 7 dite institucioni duhet ta ofroj qasjen në atë dokument. Por është marrëveshja e Washingtonit e nënshkruar me 4 shtator 2020, nga cila burojnë disa prej projekteve madhore, siç është azon hekurudha për Durrës, autostrada e Paqes, siç e kemi thënë, që pjesa e lidhjes në daljet Prishtinës deri në Merdar bashkë edhe me hekurudhën për atë pjesë, dhe projekti, pra çështjet e energjisë, që nuk kuptonte projektin e gazit. Dhe një çështje që është gjithashtu me rëndësi, cilën është detyruar ta nënshkruajë edhe Serbia veçmas, është pajisjet 5G, për të siguruar që nuk vijnë nga ofrues të dyshim, pra për të siguruar që nuk vijnë nga Kina, sepse Kina ka bërë probleme në shumicën e vendeve. Pas kësaj marrëveshje, është plani i zbatimit të marrëveshjes së Washingtonit, i miratuar në qeveri, me vendim qeverisë, dhe është publik. Dhe për secilin prej pikave të marrëveshjes, tregon se çfarë është bërë dhe çfarë duhet të bëhet në muajt dhe në vitet në vijim. Unë po ndalem veç tek projekti çështjes së gazit, dhe janë disa çështje me rëndësi. Tek projekti tek sektori i energjisë, pra, janë analizu këto aktivitete, sa kemi qenë ne në qeveri atje. Studimi para fizibilitetit të gazsjellësit Kosovë-Shqipëri, mbështetur nga EBRD, studimi i para fizibilitetit të gazit në Kosovë, mbështetur nga MCC, studimi i fizibilitetit për gazsjelljen Kosovë, Maqedoni e Veriut, mbështetur nga EBRD dhe disa çështje tjera. Pra, ka pas studime të para fizibilitetit dhe të fizibilitetit, të opsioneve të ndryshme të lidhjes së Kosovës me gaz, dhe mandej është nënshkruar kjo marrëveshje, që e ka bërë të qartë se çfarë do bëhet me atë gaz, me këtë gazsjellje. Përveç kësaj, me 21 shtator të 2020-s e kemi nënshkruar deklaratën e përbashkët me US International Development Finance Corporation, që është institucioni që do të siguronte financimin për këto projekte që i përmenda në marrëveshje. Me 23 dhjetit 2020 e kemi nënshkruar këtë memorandumin me SBA-n për 5G, për pajisjet sigurta 5G. Dhe me 31 dhjetor 2020, natën e vitit 3, në 2020, e kemi nënshkruar marrëveshjen me qeverinë e Shteteve të Bashkuara, pra me administratën amerikane, për çështje të investimeve, për mbrojtje të investimeve amerikane, sepse shumica e projekteve që i përmenda në marrëveshje do të implementoheshin në bashkëpunim me kompaninë kosovare nga kompani me renome amerikane, përmes mekanizmat financimit shtetëror dhe privat amerikan, dhe përmes kësaj marrëveshje ne garantonim mënyrën se si do t'i trajtojmë ato investime amerikane. Pra, këto dokumente që më pyetët, janë zyrtare të protokolluara dhe unë jam kujdes, duke ditë se si sillen këta, unë jam kujdes kur e kam dorëzuar detyrën në 21 mars 2021, që atë folderin e kaltër që del zakonisht para medjave kur dorëzohet detyra, me një letër të nënshkruar, të protokolluar, duke listuar të gjitha dokumentet që janë dorëzuar.